Altin Morina, ish efektiv I forcave Renea, ka ankimuar në apelin e posaçëm masë e sigurisë arrest në burg të dhënë nga shkalla e parë. Prokuroria akuzon për përfshirje në grup kriminal që vepron në zonën e Krujës, ku sipas pak kujdesë për aktivitetin e kultivimit të bimëve narkotike. Këto indicie hetuesit I ngritën pasi administruan disa komunikime në aplikacionin Sky, por në argumentet e parashtruar nga mbrojtësi I tij ligjor, shpresa Altin Morina nuk rrezulton të ketë pasur Sky e SC. Sipas avokatit, në dosje nuk pasqyrohet një komunikim mes tij dhe Durim Bamit, por ka vetëm fjalë që flasin në emër të klientit të tij. Morina prej kohësh ishte në kërkim nga SPAK, pasi nga momenti I lëshimit të urdhave të ndalimit ai nuk u gjet në banesë. Kanë qenë oficer të komisariatit numër 2 që pikasën dhe ndaluan me 4 prill të këtij viti. Për këtë çështje prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe dosja është në gjykatë për 7 anëtarë të grupeve kriminale. Këto persona veprojnë në disa qytete, Lezhë, Durrësi, Kruja, Vlora dhe Burreli. Në total janë lëshuar 50 urdhra ndalimi dhe thuajse gjysma atyre u janë ekzekutuar brenda dhe jashtë vendit, ndërsa disa të tjerë ishin të arrestuar për akuzat të tjera.